Universiteti Luarasi vijon të jetë zgjedhja kryesore e studentëve. Kjo u provua me interesin e lartë dhe të shtruar në të gjitha ditët e panairit Work and Study, i cili nisi në Tiranë, përshkroi çdo qytet të Shqipërisë dhe u mbyll sërish sot në Tiranë. Vëmendje të veçantë nga maturantët mori stenda e Universitetit Luarasi me një interes të jashtëzakonshëm për të gjithë ata që do të preken për herë të parë auditorin. Nga jugu në veri, stenda e Universitetit Luarasi udhëtoi për të prekur nga afër interesin e studentëve, duke u paraqitur atyre ofertën më të mirë dhe cilësinë e garantuar në mësimdhënie. Stendat e Universitetit Luarasi ishin të shoqëruara me studentë, të cilët dhanë prej eksperiencës së tyre, si edhe me pedagogët më të mirë të fushave të ndryshme akademike. Universiteti Luarasi është orientuar në ofrimin e programeve të përbashkëta dhe ndërkombëtarizimin e programeve të studimit me hapa konkret bashkëpunimi me institucione partnere brenda dhe jashtë vendit për ofrimin e tyre. Në këtë kuadër, Universiteti Luarasi ka bërë realitet hapjen e 3 programeve të përbashkëta të studimit me Universitetin London School of Economics, teksa vjen edhe me ofertat preferenciale ku vendin e parë e zë Fakulteti i Drejtësisë, vazhdon me Fakultetin e Teknologjisë, Informacionit dhe Inovacionit, ku siguria kibernetike mban numrin 1. Interes të lartë pati edhe për Fakultetin e Shkencave Mjekësore, që ofron studimet integruara të ciklit të dytë në farmaci e stomatologji, si dhe në programin e studimit bachelor në infermieri. Dëshmia e suksesit të Universitetit Luarasi është interesi gjithnjë në rritje i studentëve nga njëri vit në tjetrin. Teksa procesi regjistrimit tashmë ka nisur, Universiteti Luarasi është garancia juaj për një të ardhme të sigurt.